kush është ai mësues i ri që fillon punë në Buzmave, ndres në gjoka, në Malsi, doj marrë shkollat radhe. E me pas edhe në fshatin Qaj, prap në këtë zonë me prekupim, Avdylonozi, me miri djalë, i mësoj popullit shkrim e knim. Si që tregojnë në zënës të asaj periude, mësues Avdyli i veçantë, moshe sere i dha udhë 30 mësues ku do në balë. Nder i dha dhe Topajanit dhe aty në vendin e Trimave, shkolla pushk i bëhet batanit që përhapet si vetëtima. Vitet ikin, shkollat përparojnë, ato u bën të veçare, në Gostil i thanë të shkojnë kuksiri me punë të madhe. Po kështu dhe në Breglum, unë dje puna e Avdylit, edhe natën nuk flegjum u duk puna e më të mirit. Dhe me pas në fshatin e Lindjes, pikrisht aty në Nang, e vazhdoj rrugën e Dijes bashkë me vëllezërit e Çoj Xhan. Jo vetëm mësues, por burr zotni, që i pat hije në paroda, fjala mirë gjithmonë mungi që e shoqëroj edhe sofra. Jo vetëm vetë, por e gjithë gjemnia, shqyqir Zotit bëhen shumë, plot i rrinë gjithmonë shtëpia, pastër jetë e pastër punë. Mosha ti gati shekullore dhe kjo mban shumë histori në luftë, në punë shembullore, brezi vjetër dhe i ri.